ai është personi kryesor. Sigurisht që mbrojtja ime është më e gjatë në aspektin se sa të zotit Meta, sepse zoti Meta s'ka asnjë mesazh, zoti Meta s'ka asnjë firmë, zoti Meta s'ka asgjë. Edhe për ligjin e minjerave, propozuesi i ligjit minjerave që pretendon SPAK-u si vepër korruptive midis meje dhe kompanive të minjerave, është Edi Rama propozuesi, konceptuesi ministri asaj kohe të Ka firmosur zoti Rama? Po patjetër. E kërkuat nga Po patjetër që e kërkuam nga organet e drejtësisë që të jetë dëshmitar dhe tregoj cili është korrupsioni që ose po themi intimidimi që i kanë bërë zotit Rama për të propozuar ligjin për minjerat. Po kështu kërkuam që të jenë deputetët e Komisionit Veprimtarive Prodhuese, kryetari, deputeti relator, sepse të marrim pyetje se nëse unë akuzojmë se pas kam dhënë një vot për ligjin për një amendament të minjerave të propozuar nga deputetja Esmeralda Shkau, që e përshëndes, se s'ka faje shkreta, se s'ka zbër asnjë gjë të. Më tregojnë çfarë ndikimi të palishëm kanë pasur ndaj deputetëve, duke filluar nga kryeministri Edi Rama, nga kryetari i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese dhe deputetëve të tjerë. Po kështu, edhe për sa i përket fibrës optike që pretendohet që unë kam bërë vepër penale, korrupsion në korrik të 2014-s, ka një vendim të qeverisë shqiptare me kërkesë të zonjës Mirelena Arito në janar të 2014-s. Pra, Unify, që këta më akuzojnë mua që kam bën korrupsion me të, ka punu me Edi Ramën, me Sali Berishën, me Genc Pollon, me Milena Ariton para se të dilte në provat e SPAK-ut. Pra SPAK-u s'kishte asnjë provë. Megjithatë, ata kërkuan